Ali Aliu është një emër shumë i njohur në botën e mendimit në mbar hapësirën shqiptare. Është eseist, është kritik letrar, është një personalitet shumë i shquar i letrave, por edhe i mendimit publik. Sot vjen në fokus, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma, se gjetë. Pyetja e parë që mendova të bëj është pikërisht ideja jote në rinin tënde e kërkimit të etnisë, të identitetit etnik. Ishte një kohë e formimit tuaj që kjo ide nuk ishte një luks teorik, por ishte një mbijetesë, një ekzistencë. Si u mbrojt tek ty dhe si u zhvillua mëtej? Po, ka qenë një periudhe që është regjistruar ajo kohë në memorie, po me shumë boshësi, edhe e mjegullt. Është fjala për pjesën e dytë të viteve 30 të shekullit të kaluar. Do të thënë nga fundi i viteve 30 duket kanë filluar të regjistrohen disa ngjarje. Në Presp, në vendlindjen time, buzliqenit Prespës, në bregun lindor të liqenit, është një fushë e vogël, por shumë e gjallë, e shëndetshme, me klimë dhe me bimësi, me natyrë. Mbi kokë ka malin Perister, Babanin, me një naltësi afërsisht Sashari, 2600 kilometra, në perëndime ka liqenin. Dhe unë mbaj mend vitet e fundit të këtij 10 vjeçi, që i bie 10 vjeçi i 4 të vitet 30. 38, 39, kur filloi lufta e dytë dhe Jugoslavia atëhershme, që ishte jo ajo i kohës së Titos, komuniste, por e mbretërisë Serbi, Kroaci, Sloveni, në kuadër të cilës ishte Maqedonia, Serbia, Kroacia, Slovenia, Bosnia, Malizi, nuk kishte Krajina, si Jugoslavia e Titos, që ishte Kosova dhe Vojvodina, plus 6 republikave dhe 2 krajina. Do të thënë, ishin vetëm Maqedoni, bile në mbretërinë për cilën flasim, ata i qunin Banovina e Jugut, ta se përmendin si Maqedoni, si shtet. Dhe unë i mbaj mend vitet e fundit, do të thënë në moshën 4-5 vjeçare i bie. Mbaj mend këtë që shtëpinë kullën e kishim rrez malit, 1 kilometër e gjysmë nga liqeni, në lindje mbi kokë malin, dhe një paradite rrëzoheshin ushtarë nga mali të renditur në radhë 1 për 1, po ecnin në uniformë dhe dëgjoj dikush u rrinja shpesh me gjyshen kur ditë tjerët dilnin, o në punë, o për jashtë, në obor, nga dritarja e tha ja, u dorëzua edhe Serbia, ajo Jugoslavia, mbretëria. Po zbresin ushtarët se aty në Perister është kufiri Maqedoni i Greqi. Thënë disa kilometra afër kemi këtë kufi. Dhe mbaj mend si i mashkte. Raditeshin ata, ja mbaroi lufta, ushtarët po dorëzohen. Pas këtij kujtimi erdhi ushtarët të tjerë. Kjo është kronologjia që të ka ndjekur. Por pasaj u formove dhe kërkove një rrugë të re
pra kërkove shtigje të reja, kur nuk duhet ishe thjesht si një vëzhgues, por duhet ishe pjesë aktive, pra të bëheshe pjesë e zjarrit. Po, të shikto prijetime në vinin copa, se kjo që pasoj me njëre ishte për herë të parë në historitë shqiptarëve aty, thanë erdhi Shqipëria. E sol italian Shqipërin, për herë të parë u hapën shkolla Shqip në Prespë. Dhe, do me thënë, fillonja të mendonja nga kush, ne ishim deri tash mbretëri serbe, u bëm Shqipëri, Shqipëria për te kufiri ishtë në liqen, mes liqenit. Që bën, nga shkuan ata ushtarët, që u dorëzuan nga erdhe këta fitimtarët, mbas kësaj shkova në klasë të parë, do me thënë i bie 20-21 ishi, u hapën shkollat në Kranje, ku isha unë, ishte një vend banimi i madh, kishte nga 2000 banorë, edhe për herë të parë erdhe 4 mësues nga Korça, që i hapën 4 klasat. Po, në të vërtet, prej aty filloi tek unë një imagjinata. Thjesht, ç'është kjo që vjen nga Korça, kush është Korça tash, që për herë të parë e dëgjonja, ç'është Shqipëria, që janë këta mësuese, pse gjerë tani s'kishim shkollë Shqip, po tash t'i kemi. Të gjitha këto më vinë si gjysmë ëndre, gjysmë realiteti. Nuk dinja as çfarë pyetje të shtroj që të më japin shpjegim, as të gjenja për vete në një sqarim. Vazhdova më tej me klasët e larta të 8 vjeçare, që ishin në manastir, tash në Jugosllavinë e Titos. Atje përsëri hasa në disa gjurma për herë të parë që nuk i kisha dëgjuar. Jetonim nxënësit e Prespës në një konvikt, ku ishin 90% nxënës Maqedonas, të mbledhur nga rrethi i manastirit, që vazhdonin gjimnazin e lartë, dhe ne një 7-8 nxënës nga Prespa që vazhdonim 8 vjeçare. Dhe aty për herë të parë dëgjova emrin e Migjenit. Ka qenë një shkrimtar i talentuar që këtu e ka kryer shkollën në këtë ndërtesë e arkitekturës austro-hungareze, që veçoi që në lagjen ku ishte konvikti, ishte lagje kryesisht e shqiptarëve në manastir, bënin atë kohë një të tretën si populatë në qytet, nga venda si dëgjoni me, kjo ka qenë shtëpia e qiriazve, kishin libra, botonin libra. Do me thënë... Pra, u vuren në kërkim të gjurmëve etnokulturore në një sens. Në një mënyrë të gjurmëve të një identiteti, kush jam, çfarë jam, tash këta të gjithë këto emra që ky Migjeni prapa ndej nga Shkodra, nga Shqipëria, një dritare e re. Këta qiriazët këtu, po këta shqiptare, çfarë libra kanë botuar. Hajde konvikti ku jetonim, da mandej më vonë palati Zavalanëve, ku mbajt kongresi i manastirit. Të gjitha këto vinin si katror në mendjen time që si lidhnja dot. Do më thënë kërkonja vetën edhe nuk gjenja do një sqarim. Në klasët e larta të 8 vjeçares, 80% të lëndëve gjuhën slave. Disa mësues sa për qenë, kështu, për jo me ndonjë lëndë, po me shkastësi, jo gjimnastik, jo. Dhe gjithë jetës tënde i ke shërbyer kësaj fryme, sot pas kaq vitesh. Konsideron që ke mbritur në thelb të asaj që mund ta kesh zbuluar identitetin e plot, çfarë jemi ne shqiptarët sot? Mund të them që duke e lexuar Kadarena, që besonte që shqiptarët janë një nga popujt më të lashtë, janë me rrenjë antike.
dhe ai në krejt veprimtarinë e krijimtarinë letrare geniale ka prodhuar vetëm këtë vizion. Me këta hapësirë të tyre ka krijuar në letërsinë e vet rrjenja antike, qytete antike, ndërtesa, male, epose, legjenda, të tillë e ka imagjinuar ai këtë hapësirë dhe pa filluar të shkruajë, edhe si në kujtimet e veta, edhe si student i Institutit Gorki. I thotë gjithë bisedat që ka bërë me miq, me kolega tje, me goca, u ka treguar për legjenda madhështore, për eposet, për qytetet kala, si që kish vendlindjen, dhe i ka besuar këti identiteti të lashtë me rrjenja antike. Ju vetë personalisht, profesor, keni qenë me një rol të rëndësishëm diplomatik në fillim të viteve 90 këtu në Tiranë, pra përfaqësonit Kosovën. Që do të thotë keni njohur edhe raportet shpesh komplekse mes shqiptarëve. Dhe kam përshtypjen që koha dhe përvoja ju ka ndihmuar që të krijoni një panoramë të qartë. Çfarë duam ne shqiptarët, çfarë jemi ne shqiptarët, si ndërtojmë marrëdhëniet ne shqiptarët, dhe tek e fundit çfarë nuk kuptojmë ne shqiptarët tek njëri tjetri. Pse shpesh jemi të keq kuptuar, nëse do ta quaja kështu. Po unë 91-shin dhe 92-shin i kam kaluar në Tiranë, në një zyrë që në fillim e emërtuam në Prishtinë si zyra e lidhjes demokratike të Kosovës. Kam qenë një nga themeluesët e lidhjes demokratike, atij grupi të vogël, dhe kur u bë përmbysja e sistemit, edhe kur u lejuan një vit para Shqipërisë, themelimi i partive alternative, posa asaj komuniste, ishim një vit përpara edhe Shqipërisë, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës ishte partia e parë në hapësirën shqiptare demokratike. Dhe vendosëm që të mbajmë lidhje me Shqipërinë. Ne e dinim që jemi një hapësirë e pushtuar. Dhe në fillim të viteve 80, në bas demonstratave të mëdhaut të vendosë të 81-shin, Serbia dhe të gjysmë autonomie, pavarësi që kishte Kosova, ja anulloi, ja mori. Dhe ishte si në një shtet rrethim policor, në një dhunë. Në këto kushte punonim ne. Edhe donim që me Tiranën të kemi kontakte, të kemi marrëveshje, të kemi para përgatitje. E ndjenim që pa një konflikt nuk do të kalojmë, nuk do të mund të shmangemi konfliktit, që kishte filluar një lëvizje popullore. E di që ne pranonim regjistrime atje dhe kur mbrim të 700.000 antarë, veç vinin regjistrime komplete, me javë në qendër ati që silnin. E lama, në thënë, ishte krejt populata shqiptare që na përkrate dhe lëvizja ishte si një rilindje, si një lindje e re. Dhe e ndjenim të gjithë që Tiranën duhet ta kemi krah, shtet. Me këtë bindje dhe me këtë vizion, unë isa dhe mbriva në Tiranë. Para kësaj, kishim bërë vizitën e parë në fillim të 91-shit, me Ibrahim Rrugovën edhe Bujar Bukoshin, që kishim mandej kryeministër në ekzil, kishim bërë vizitën e parë.
4-5 ditë në Tiranë, me ftesën e Ramiz Aliut. Dhe që gjithë ditën rinim në për kafe, në për lokale me të PD-s. Dhe kishim bindjen që kjo ndjenjë, kjo intuit do thosha, ky refleks i brendshëm që me Shqipërinë duhet jemi një në këtë. Neve e ndjenim edhe i besonim, unë i besova, erdha me këta. Dhe ju zhgënjeu kjo bindje? Gjatë 2 viteve që ndenja unë këtu, fillova të zhgënjehem. Erdha me plot iluzione, i kishim dëgjuar disa emra të udhëheqësisë të PD-s në Shqipëri, ndërta Sali Berishën, Gramos Pashkon, Azem Ajdarin, që kishin filluar të paraqiten edhe me publikisht, me deklarata, me artikull, por nuk njihnim asnjë nga këta drejt për drejt. Kur erdhëm në atë vizitë të parë, ajo vizita ishte mbrim ditën e nesërme mbas rrëzimit të bustit Enver Hoxhës. Mbrëmjen kur është rrëzuar, ne ishim në një kafe të ambasada e Shqipërisë në Bonn, që ishte kryeqytet i Gjermanisë asaj kohe. Aty morëm vesh çfarë ka ndodhur, edhe të nesrit udhëtuam për në Tiranë. Ishte gjendja e bllokuar, para presidencës kishte tankse ushtarë, do thënë në kushtet të tilla. Mbas kësaj vizite, që zgjati 4-5 ditë, ishte shumë dramatike, interesante, por për një herë tjetër mund të regjistrojmë. Pse ishte dramatike? Po ishte gjendje gati si shpallje një orë policore ishte. Ishte ushtria për jashta, tankset i pam, në shesh dukshin ato. Ndihet ju një trysni psikologjike? E ndjem shqetësimin se ende në pushtet ishin Partia Socialiste që u emërua. Por që nga ky moment, mbas kësaj vizite të parë, unë erdha e hapa zyrën. Po ju e kishit marrë pajtimin e Ramiz Alis, apo jo? Po. Po pse ndihet si presion atëherë? Në bisedën e parë në të Ramizi, a ju kërcënua, sa po të vazhdojnë kështu, e rëzuan atë punë, unë do të nxjerr ushtërinë. Ramiz Alia? Po, se dinte që ne mandej bisedonim me këta, ishim ta përcjellim këtë kërcënim, do të marrim këto masa, ato masa, ishim ne 3 aty edhe ata ishin 3, Ramizi me atë Sofokliun edhe atë që kishte sekretar të dytë. Unë ndjej një armiqësi e madhe mes PD-s dhe PS-s. Mes shqiptarësh? Po. Do me thënë, këtë konflikt unë nuk e kuptonja dot. Edhe pse unë kisha shumë miq të njohur që nga vitet 70, kur vinja edhe për leksione në Tiranë, edhe në çdo manifestim të rëndësishëm të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve, merr një ftesë. Vija, do me thënë, me qëllonte gjatë ati 10 vjetë më qëllonte që 3-4 herë në vit të vi në Tiranë. Unë aty kisha një numër të madh atëherë shkrimtarësh, profesorë të universitetit që kisha afërsi të madhe, miqësi, shkonja në familje, vinin ata tek unë në Kosovë. Dhe shumica nga ata i konsideronte PD-ja që ne erdhëm me qëllim që ta përkrahim PD-n.
Po shumë nga këta që unë i njifsha të jetë përfshirë edhe Kadaren, që u këthuje më vonë nga Parisi, po e Dritro Agollin, e Fatos Arapin edhe filozofin që për i Alfred Ducin, Gjevahir Spahiu, në më thënë, kisha miqësi të afërta me ta. Edhe fillova të ndjej që disi e shikonin shtrembër këtë, jo aq me simpati, jo aq me qef, demokratët. Po, doja një përgjigje shkurt dhe përmbledhur. Çfarë nuk është kuptuar mes elitave të Tiranës dhe të Kosovës në ato vite? Elitat të Tiranës e të Kosovës në ato dite ishin të pa konsoliduara dhe nuk ishte fërkime as kontradikta në atë periudhë, gjatë viteve 90, ne ishim atje në luftë, besonim në përkrajjen e Shqipërisë, sa ta marrë veten nga përmbysja 2, 3 apo më shumë, sa të forcohet edhe si 2-3 vite? Po, edhe si ushtëri, edhe si polici që ishte gati e derdhur, e rënuar plotësisht, do ta marrë veten shpesh edhe do të shojë mallin tonë. Kosova tjetë allë kombëtar, jo vetëm i Kosovës. Gjë që nuk ndodhi. Ne e kishim këtë, nuk ndodhi edhe filloi me skembzat në fillim për mua që si kuptonja. Gavinë, pse vinë. Pra paskena intriga? Pra paskena, pengesa. Njerë filloi kështu. Mua më pëlqente qeveria e stabilitetit, që ishte qeveria Bufi. Në krye po që e udhiqnin 2 profesorë të shquar që ishin edhe miqë. Vete kishin punuar edhe mbanin mësim në katedrën e ekonomisë në Tiranë, në universitet, edhe Bufi edhe Pashku. A ishte zvanës kryeministër, ky kryeministër, po unë e shinja që ata edhe i besojnë një tretit, edhe punojnë mirë. Nuk e pëlqente kryesia e PD-së këtë. Filloi njerë nga një presion drejt për drejt tek unë që kur vendosi PD-ja, kryesia, po jo krejt kryesia, shumica ishin kundër, por Saliu, që e prishi këtë koalicion, nuk zgjati asë një vit se lad. Dhe u shpallën zgjedhjet e dyta. E dinte PD-ja, e dinte Saliu që në zgjedhjet e dyta ata do të fillojnë se çdo gjë shkonte në favor të tyre. Në zgjedhjet e para ishin 5-6 vende kishte më shumë PS-ja. Ishin aty. Po gjatë gjithë, për çdo muaj forcoi dhe çdo gjë shkonte, si thuash, lumi i madh shkonte ande, drejt PD-s. Edhe nuk ju durua këtij që ta kryej mandatin, kjo e stabiliteti që do ishte fat, se po shkonte mirë, pajtoheshin këta. Ai donte që të vijë sa më shpejt të marrë pushtetin. Edhe filloi të bëj presion, thoshte mua hajde në fushat. Unë ndihmova edhe me sugjerimin e Rugovës, që ne atje jemi aleat me PD-n, ndihmoje. Dhe në këto zgjedhje të dyta, unë porosita nga degët tona të Evropës, sidomos nga Gjermania e Zvicra, të vinë një 35-40 veturat, se këta s'kishin asë një veturë për të bërë fushat. Pra ti në një sens u vura shërbim të ti? Natyrisht se ashtu shkonin rrjedha, donim që ata të vinë, ashtu jo këta që ishin komuniste u bënë socialist, edhe pse unë i kisha, edhe pse në këtë kohë dëgjonja atje që jo të gjithë në kryesi, Gavinja,
edhe Ibra nuk donte, i refuzonte nën tokat, trikat. Po të tjerë, sidomos Femia Gani, që e donja shumë, po me të qeshur më thosh, po na dërgon letra i Saliu, që ç'ma keni dërguar këtë komunistin këtu, rime komunista. E ta i nuk donte të dëgjoj kur i thosha, ku të vi unë ty? Këtë mua nuk ma thonë socialist, kur s'ma përmendi do një gata, hajde në fushat. I thosha, po, ne jemi ati në orë policore burë të rrethuar në thundrën e Miloševiqit. Ta shtë ju jeni barabar këtu, gjysma Shqipëri e ti, gjysma Shqipëri janë ata. Ti do të na besh armiq me gjysmën e miq me gjysmën tjetër? A i veç këcente me zetë lartë. Po, s'ke janë atë Shqipëri, veç unë I keni bërë të diskutime? Jo, kemi bërë diskutime me tonë të lartë. Ka pas rasti kur i kam thënë, ule gishtin, mos ma ngri gishtin mu, mos ma ngri zërin. Pse ka qenë prepotent Berisha? Jegër. Kështu. Dhe unë këto i mbanja për vete, as në kryesi nuk i qonja me atë që hej, të zbutemi me këta, krah këtyre do të bëjmë luftë. Po në fakt pozicioni juaj ishte institucional aty, nuk ishte personal. Natyrisht. Kolegjumi ose pjesa që ju përfaqësonit, sado e brisht që ishte LDK-ja, ju kishte dhënë direktiva që të vjeshit në shërbim të Partisë Demokratike dhe fushatave? Po e di një unë vetë këtë se ne mendonim njësoj, unë isha rritur me Ibrahim Rëgonë, po dhe po, ishim, nuk ishin nevoj të marrë këtë. Po, me që e përmendët Berishën, si keni marrëdhënie sot me Sali Berishën? Tash më duhet të tregoj disa detaje për si ka filluar unë të zhgënjehem deri në fund nga Saliu. I ndjenja këto. I ndjenja që ai njerë në afërsi time e kisha në mes Gramos Pashkon, ai ishte në krah djathtë, e kishë Saliu në këndej, edhe nuk e di në një bisede ku ishim të përzierë, edhe në të Prishtinë, se aty anë një dreka, në kafe, nuk e di, po ishte një tavolinë rumbullake, kështu. Kër i tha, me një kështu kërcënim Gramosit, i tha... Pashkos. Pashkos. Pse s'u këtheni që është një jugor ky, për mua. Ma zuri veshi. Je i sigur për këtë se është e rëndë, kjo është një lloj ndarje... Po qysh, po... Qysh do t'a shpifu, në? Reaguat? Jo, bërë si kur se t'gjova edhe shumë rrallë e kam përdorur. E kam përdorur, por fillova ta ndjeju në këtë, në vete që këtu do të shpërtheje. Do të shpërtheje ajo siç e thoshte i ndjeri i madhi poet Dritor Agolli, të një nga ato lirikat që i botoi mbas Pelegrinit vonuar, atë seri poezie që një nën toke të mershme po vlon, që do të shpërthej. Edhe do të shpërthej në krejt gjirizet e Tiranës, do të kundërmojë nga një kontaminimi tili, i parandjente këto. Dhe sot komunikoni me Berishën që ta mbyllim këtë pjesë? Po, shikoj një tjeta, unë nuk ja kam thënë asnjëherë në sy. Nuk ja kam thënë një detaj. Që një mik i Fatos Arapit, unë Fatosin e kisha njeri nga më të afërmit këtu. Edhe si poet, edhe si njeri. Rinja shpesh në atë shtëpinë e tij atje pranë RTS-s. I kishtë thënë një këshilltar në presidencë, i kishtë thënë, e thuja ti miku tënd për mua, e di që e do, se ky shefi na tha që ai ka filluar të merret me një biznes të pistë me birëzim. Birësime? Po, birësime. Unë se di një çështë, Fatos, ç'është birësimi? Edhe i ma shpjegoi.
Edhe mua atëre mu lidh, kishim një pastruse aty ku i kisha zyrën unë, te arkivi historik. Një pastruse Rome, ishte një Kimete, emri një mbaj mend, një grua 20 vjeçare që duke si 90 vjeçare, kështu një. Pastronte, edhe një punonjëse ishte një romaniste, kishte kryer shëngjishtin, letërsinë dhe gjuhën, një që punonte në arkiv, vinte në kafe nga njëre, edhe më thot një ditë, kjo pastrusja Kimete, profesor, ka një nevojë, një bisedë telefonike, që atëre ishte, ju jeni të reja, se dinin, po të shkonje në post, për një bisedë telefonike, duhet të prisnje gjithë paraditën edhe së vinte radha. Edhe ne kishim atë telefonin që komunikonim me gjithë botën, e kishim e faksin aty që dërgonim lajme. Gjithande, thashun po, le të vije. Edhe unë u zbrapsa atje në zyrë, diku ajo erdhi, filloj të flasht, edhe unë po dëgjoj një zafëmije ande, që qante. Edhe unë dova për jashta, mos e dëgjoj. Edhe mande më tregoj kjo zonja. Edhe më tha që në një familje italiane, një çift italian, ja kanë marrë një vajzë 4-5 vjeçare, e kanë birëzuar. Edhe unë zbulova krejt që ajo ma përgjonte telefonin mua. Se liu ma përgjonte telefon. Është një nga zhgënjimet. Unë që nga i moment vendosa që të shkoj tik nga Tirana, edhe ktheva në shtëpi edhe i thash me shoqe, bëju gati këto ditë do të shkojmë, do kthehemi. Por nuk e bëra veten fare. Te Sali Berisha shkonja në zyrë shpesh, edhe gjithnjë në fillim vazhdonte të më prese për cilë Shaban Sinani, se i kishte qenë këshilltari Ramizit. Pasaj këshilltari në fillimet. Në fillimet, po. Edhe shkova në presidencë, përshëndet, i themë, kështu kam vendosur, duhet për arsye të ndryshme, duhet të kthehemi kështu edhe mirë, besoj që kemi bashkëpunuar mirë, nuk e di ti. Ai filloi me, shumë mirë, kështu me... Vlerësim. Po, unë nuk i dhash fare të kuptoj që di nga këto, i mbanja për vete, nuk ja tregonja si me shoq. Edhe vendosëm me që shkonim, kësha qenë shpesh, edhe me ti me shoqe. Na priste Lirka Mirë në shtëpi. Zonji ishte gjithë një mesirë. Bashkëshortja, po. Ishin takuar me, kur ka qenë në vizitën e parë në Amerikë, në një darkë të madhe. Kishin qenë familjarët, motrat e mije në atë darkë, në tavolinë, dhe ky kur është përshëndetur me gjithë ishin prezentuar ato, jemi filane. Një miqësi prej ande kështu. Edhe do shkojmë të përcilemi. Edhe ishte vetë me të shoqen edhe ne, edhe po bisedojmë si zakonisht. Merza me Lirien bisedonin, kënde. Kur në një kohë, për ndërpreu ajo bisedën me ti me shoqe, i rikethon, Sali, po shkon profesori. Do të thënë se dinte ajo se kishë biseduar me ta. Edhe kjo kështu, ma e do vi prape kështu, edhe kështu përfundoj kjo. Unë shkova edhe të gjitha këto i kam mbajtur në vete. Me Sali unë jam takuar shpesh në panajire, në kështu një tjeta, si bile njëre di që më ftoj në zyrë, po pata përshtypje jo për mua, po për poetin Ali Podrimja. Unë isha me Aliu në panajir, libri që bëjnë
ku bëhet edhe tani Pallati i Kongreseve. Edhe ai e njihte si emër e kështu, duket edhe, edhe ju prej së dyve e di që shkuam diku edhe ky e kishte ftuar edhe Pjetër Arbnori. Kaloi kjo, një takim e pata unë mandej që më erdhi si incident i papritur. Shënoi një përvjetor i Kongresit Manastirit. Duket i pari 95 vjet pa i mberë 100, ishte Aziz Pollozhani, ministër për arsim, edhe njeri me plot ide, me plot përkushtime, si që ka, si qeshte, si gjeti një arsye që ta shënojmë. Atë edhe u bë një manifestim i madhështor. Edhe në atë këshillin para përgatitor, disa muaj përpara, Azizim këshilltur t'jem edhe unë. Lëmëstarova e disa intelektuale ati edhe në të tjera këshin lënë një caktim me Sali Berishën këtu. Ky zëvendës kryeministri i Maqedonisë, Azizi, edhe më thanë do vish edhe ti, po. Edhe unë nisëm ne. Po. Me 2 makina erdhëm në Tiranë, kur u futëm, unë thash, lemni mua këtu, që kam afër. Jo, tha profesor, do vish me ne. Jo, thash, dy jeni, tha ka hyrë në protokoll. Edhe më tregoj që sa pranon edhe neve. Nëse nuk shkojmë si që është, edhe unë shkova. Shkova edhe e pranojmë një gjest kështu mirë. Ai tashni Abdul Hashimi, zëvendës kryeministri, Azizi në mes, unë në anash. Edhe ja prezentoj, është ministri për arsim, është mjek, kirurg, po e prezenton. Edhe me erdi radha mua, aliu, mikun tim, që një kështu edhe u përqafuam. Berisha? Po dhe po. Edhe krejt kjo ka kaluar kështu me një... Po mirë se edhe koha i zbut gjërat e te kalon. I zbut gjërat, i zbut... Asa edhe kontekstin ato vite ishte tjetër, sot tjetër? Ishte një... Ishte një natyrë agresive kur insistonte për diçka. E kishte... Po. E kishte... Edhe një detaj tjetër, ja. I prisnja unë, se tash për këta që flas, edhe nuk jetoj në mesh të vështirët, kështu, po ktheheshin nga Evropa dikunt. Ibrahim Rugova, Ivzi Islami, që jemi kolegë në akademi, edhe Bujar Bukoshi. Na shtroi darkë, kyte 31, zakonisht. Edhe Hivza më tregoj shpejt e shpejt me njanë, në aeroplani jemi marrë vesh të trene, Ibra në ka thënë, që ta lusim Berishën, që të mos acaroj konflikte burë. Brenda këtu, me të vetët. Edhe këtë ta nis Ibrahimi, ta thot Ibrahimi, edhe ishim ullur kështu në kryet të tavolinës, Ibra kënde, Saliu kënde. Unë kënde kisha Ivzi Islamin, ande Ibrahimi, kënde Saliu. Rugova gjithmonë. Po. Për publiku. Po. Edhe përpara kish marrë ju atëre ishte ministri jashtëm, ajo qeveria e përbashkët, emrin jaroj, një buri mirë ishte edhe se di një këshilltar. Edhe po vazhdon edhe më thot nga dale ky po pit ashti Rugova viski, s'po e hapat mua bet që ban me rrugës. Dhe unë shtëthem kështu edhe shenjat nuk funksionon. si e mo, se u bin Hivza që s'po don ta thotë, edhe e mori fjallën Hivza. Edhe tha, ne rrugës, ne kështu, bashkëpunimi mirë, edhe Baliu aty, krejt po shkon mirë, kjo e si, po, ne edhe më marrë vesh edhe të lusim që të
gjakrat të mos nxehta, mos acaronë, kur këtëseu, kush acaronë, kush hini, unë gritë bërtiste, kush unë acaronë, qfar unë, unë po ka dali që nuk është qameti. Do me thënë, bisedat me të, në këtë aspekt që ne kërkonim këtu, qetësi, njërë tjetër do të them që u ban edhe shpesh mos marrëveshjet tilla brenda këtu u manifestuan në luftën tonë. U ban dy parti në luftë, u bë Farku, që konsideroi krau luftarak i LDK-së, bë UÇK-ja, ana që mori Shqipëria ishte katastrofë. Ato u bën vrasje, u bën çfarë u bë. Kështu, do me thënë, u bë ajo shpërthimi i embargos naftës, Milošević, sente, do me thënë, nuk ishte një faje të thoshe a ja falem. Edhe për këtë ju e drejtoni gishtin këtu? Po sigurisht. Unë di docentet ashtë që do shta ende nuk janë për të thënë, po... Po, mund të ndalemi në një moment tjetër në detaje. Edhe diçka, profesor, e thatë, e përmendut, e kemi përmendur dhe herë të tjera, u luftua për pavarësinë e Kosovës dhe sot Kosova është e pavarur, pra shtet. Por ajo që vjet re gjithmonë më shumë duket një shtet i brisht. Pra e ndërtuat si shtet, por duket sikur politika e reja e vjetër nuk është gati për ta mbajtur në një sens. Rasti më i fundit zgjedhje njëra pas tjetrës që tregon që s'ka ende pjekuri politika, dua që të mi shfaqesh ashtu si i ke parë, duke qenë se ke qenë gjithmonë pjesë e angazhimit publik, por ndonjëherë edhe zë aktiv. Shiko, gjendja në Kosovë është edhe më keq, pra arsye se ende nuk ka marrë fizionomin një shteti, ende ka kërcënimin mbi kokë, para një javë 10 ditë, u bën disa ditë manovra ushtarake në kufi, mbi kokën e Kosovës, fluturonin aeroplanë dhe është një kërcënim i hapur. Edhe Kosova sikur nuk ka mençuri, nuk ka urti, nuk ka gjerësi shpirtërore. Hajtë them si e Ibrahim Rrugovës. Nuk ka. Të kuptoj që po favorizohet Beogradi zyrtar në një sens. Po, shiko, urrejtja nuk është më pak patologjike këtu se sa atje, mes të themi pozit-opozit. Nuk është. Një urrejtje e tërbuar, e përçudnuar është edhe atje. Një detaj vetëm, të them. Ishte incidenti i dytë që u bëj mbas Banjskës, u bëj minimi, shpërthimi i kanalizimit, i ujit, i kanalit të ujit që furnizon me ujë Kosovën. Dhe e di çfarë ndodhi? Kjo urrejtje arriti deri në atë shkallë sa një iftar, nga këta analistët janë bërë të tmerrshëm tani, ndër të tjera, disa ditë mbas kësaj, e thotë në kanalin televiziv, thotë këtë minat kanalit të ujit ja ka vënë VV-ja, atë pushtetit që janë, jo Serbia. Që ta tërheqin vendin, që të krijojnë pika, të fitojnë pika këtu. Mere me mend të shti, deri në këtë shkallë. Dhe mos ishte FBI e Amerikës, pse u inkuadruan këtë hetim, që zgjatim pas disa javëve,
që i gjetën edhe i arrestuan. Ata që i vunë minat. Të ashti që ngrihet kundërshtari i qeverisë Kurti, që ka plot të meta, edhe thotë ujin e pijes edhe të furnizimit të termocentraleve, të fushës, të gjallërimit të Kosovës, po janë dalë shqiptari, veja, jo serbi. Do dilte, do mbete kjo një njollë kështu e shqiptarve, krejt historinë, mos ishte FBI e Amerikës, që i gjeti, i burgosi, do me thënë, deri në këtë shkallë. Ka sende që unë s'po e kuptoja në një mënyrë asë Albinin me atë ndërhyrje në Maqedoni, ende nuk kam përgjigje për vetë-vetën, qishte, pse? Pse gjysmën e shqiptarëve i bëri në koalicion me VMRO-n që është në ADN, është anti-shqiptare, në mendje. Edhe po shkojnë atje, edhe ato drejta që i kanë pas, po i reduktojnë të shti. Dekreti mu duk i nxituar, i presidentes që... Ishte për shkaqe personale që kam... Unë nuk mund të flasë me kompetencë, se sigurisht shumë sende nuk i di aq sa japin... Po, informacion publik. Po, informacion publik. Kam pas një përshtypje shumë të mirë si e ka prezentuar Kosovën ande, me këtë mënyrën si vrapoj brenda natës të shpërndaj parlamentin, edhe si veç shikoj nga distanca me një kapje mbas një pushteti në mënyrë aq të esshëm që të jetë pa tjetër edhe shbert ashti figura me debatuar në përgjithë debatet, ku do shkoj? A do shkoj me këtë? Ku do t'i qoj votat? A do shkoj atje? Ku do me këtë? Me atë? Jo, tani po linçohet edhe si figurë publike, ajo? Mua, me këtë gjest, më ka lënë një përshtypje jo të mirë, dhe atë të prezantimit të asaj në mënyrë korekte dhe në favor të afirmimit e të miqësisë me partnerët tanë në botë e mirë, kjo ngulitja këmbë pa tjetër më duket... Mund të jetë kjo ajo papjeguria politike që thamë pak më parë. Nuk e di, është kjo... Do shta edhe nga të dyja palët. Janë marrosjet e individëve tash për fotele, për pushtete, për fame, për... Nuk di çfarë të them më shumë. Kryeministrin e Kosovës, si e keni parë në gjithë kronologjinë e tij, si erdhi në pushtet, si e mbajti pushtetin, si i mbijetoi zgjedhje mbi zgjedhje, se u bën njëra pas tjetrës. Nga distanca, nuk e njoh nga afër, një tjetër, takime, nuk e njoh nga afër. Në fillim një bindje që e ka mende, që s'ma heq kush këtë, që nuk është i korruptuar, dhe them është i pak korruptueshëm. Nuk besoj që mund të ndodhe që ai të korruptohet. Kam një bindje. Pa administratën si e ka? Të tillë. Shiko, unë si a njoh administratën, nuk di shumë për te. Por kjo po me lën një shije jo të shkathët, jo të urtë, kuptimin në kuptim të kuptimit, që dy palë zgjedhje i kalon, edhe nuk gjen do të rrugët i stabilizoshë institucionet burë, që i duhen Kosovës, një vit e gjysëm, boshtet pa institucione. I fiton 50%, 51% blokojnë këta, bejnë, mjafton ta kesh
parasysh këtë deklarat që i vu minat t'ja ndalë ujin Kosovës. Do më thënë, shkojnë, si të thuash, anatemat, shkojnë deri në këtë shkallë, urrejtja. Shkojnë. Po nga ana tjetër ti i fiton 2 palë zgjedhje, si asnjë parti gjatë historisë së Kosovës, edhe nuk gjen dot rrugë që ti konsolidosh institucionet. Kjo s'më duket në rregull, nuk e kuptoj. Aty duhen edhe kompromise, edhe jo inate, jo mbajtje, mërije, jo, nuk e di, po i shoh nga distanca edhe me shqetësojnë, shpesh më lënë pa gjumë. Që ta mbyllim me Albinin, si të duket në raport me politikën ndërkombëtare? Shiko, ai për atë që në një mënyrë e solli në një gjendje normale veriun, edhe gati se ai kufima është bërë i paprekshëm aty, duke luftuar, si të thuash, gjoksh për gjokshi me perëndimorët, që ti binde, se po del të shti që dyshja këti Slovakut edhe Spanjollit, Borellit edhe këti Lajçakut, 4 vjet kanë ndihmuar aq sa kanë mundur Beogradin, me informata kundër Kosovës, me ata i bën gjithë ato skandale, ata i dënojnë Kosovën, me masa. Do me thënë, tash kjo udhëheqësia e re ka ndruar kursin që e kanë parë sa i kanë hyrë në hak Kosovës. Do me thënë, s'ka qenë e rastit kjo që 2 përfaqësues që vendosin për raportin Serbi-Kosovë kanë qenë nga 2 shtete që të njohin Kosovën. Pra qëndrimi i Kurtit të duket koherent, motivuar? Vorriu, ky e beri luftoi aty pushtetet lokale, ilegale, ato qervet, ato ka ende të bëjt ashti, ende që me universitetin që e mbajnë atje, ende me programet të Beogradit, ende për këto masa që ti regjistrojnë makinat kur vinë që të hynë në administratën normale të një shteti, që donin të bëjmë për 3 muaj, me një reagoi Evropa, jo 12 muaj për serbët, lyni kohë të vinë, të dalin, se mbajnë në mësim, vinë prej ande. Më thënë, atë pjesë e ka bërë mirë. Komunikimi edhe kjo që e le një vite e ca Kosovën pa institucione, nuk e dhe fajnë unë opozitës, atë kërkon të vinë pushtet të heqë këta. Por ky që fiton 51, gati 52%, s'do ndodhë kur më përpara, edhe s'ka ndodhër, po s'besoj që do ndodhë. Deviza e ti ka qenë lufta ndaj korrupsionit dhe qytetarët e duan këtë sigurisht. Edhe veriu. Dhe diçka tjetër, profesor, Donika Gërvalla ka folur me tone të ashpra për kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën. Si të duket kjo përplasje? Mendon që është një çast kalimtar, apo kjo tregon që ka çarje mes 2 vendeve shqiptare? Nuk besoj që ka çarje. Unë gjithë është një pyetje në fatkeqe. Donikën e njoh si vajzë të vogël të Jusuf Gërvallës, e kam patur student në shkallën e 3, në master, në Prishtinë. Dhe e kam njohur nga afër. Ka qenë një individualitet i radhë, intelektual i radhë. E njoh që atëherë edhe jetën e asaj familje, e ama e Donikës, i mori djemtë dhe Donikën, 2 djemtë dhe Donikën, dhe shkojnë në Shqipëri, e strehoi Shqipëria atëherë. Mbas krejt kësaj ajo u kthye dhe u punësua në qendrën tonë
Stuttgart, Gjermani, po. në Gjermani. Në qendrën që kishim ne zërin e Kosovës në krejt botës, që u viqte Hafiz Gagica, por që shpirti i saj ishte Donika, bashkë me Sali Qekajn, kur e denoncuan atje, ju keqësua gjendja do të burgosnin, që Kosova edhe kaloi në Evropë, në Gjermani, edhe e punësuam në atë qendër. Këta të dy ishin shpirti i asaj qendre që punonin 20 orë në 24 orë. Donika ka qenë që na japte dyert, nëse në ndërkohë ajo kreu për juridikun e kreu në Gjermani, edhe gjithnjë edhe Gjermanët na jepnin nga 2 ditë vizë, qëndrimi 3 ditë, shumë 5 ditë. Unë që kisha themeluar degët me mujnë për Gjermani, me Bujar Bukoshin, kjo i qante zyrat edhe me respekt e pranonin kudo. U fliste si kolegë, si juriste. Kjo justifikon këtë që ka bërë? Jo, e kam fjalin që e di si një personalitet të kulluar, si jati, një fletat që e ka. Nuk mban asgjë mbas shpine. Kështë e drejtë, s'ka bra paskena. E tha një, ndoshta pak të zintuar, por do të thosha që nga njëre sjellja e kryeministrit Shqipërisë, Edi Ramës, i cili ka një vizion që i sheh për te konfliktet, që duhet të ecet përpara. Po. E ka një vizion global në këtë. Edhe për konfliktet, ande e kënde dhe ja përcjell ato ligjëratat, intervistat. Dhe ai në këtë fryme i tha edhe Vučićit atëre, tha, o e ke shtetis i pavarur atje, hajde pranoj se s'ke çfarë bën. Kështu edhe me një lehtësi të tillë, edhe lën përshtypje në Kosovë, sikur e abstrahon nga njerë Kosovën edhe hajde, bëj një letër me Vučićin. Vučići po ja dërgon gjitha ato selame kërcënuese. Banjskën, ujin, manovrat, të gjitha. Dhe ky hajde për krau, hajde pranonani, i bëjnë letër të nënshkruar të dy, ju duket sikur në një mënyrë e fyen, e haron Kosovën, që duhet jetë këtu. Për Kosovën, jati i kësaj ka derdhur gjak, është vrarë aty. Po. Donika e do kështu Kosovën, edhe ndoshta e kanë ndjerë këtë kështu edhe e tha një... Po mund të gjende një gjumë më eufemike, diplomatike. Dhe diçka për ta mbyllur dhe është pyetja e fundit për sot. Të gjithë diskursin publik në një vend e ndërtojnë disa faktorë. Një pjesë e shëndetshme e tyre, por edhe e rëndësishme janë elitat intelektuale. Ju keni qenë pjesë e këtyre. Dhe unë dua që të bëj pyetje duke të drejtuar ty. Personalisht, ndjen një përgjegjësi se si janë zhvilluar këto diskurse dhe nëse janë zhvilluar keq ose kanë devijuar. Cila është përgjegjësia jote personale që ky diskurs sot është në këto lloj narrativash? Elitat, kudo në botë, luajnë rol të rëndësishëm, në kthesa të rëndësishme për kombin, për shtetin. Kam përshtypjen që nuk ekzistojnë, fatkeqësisht. Nuk ekzistojnë. Ekzistojnë si individ, si personalitete kur takohesh, se cili bot në vete, personalitet në vete mund t'jetë. Nuk ekziston një mendim i unifikuar që do t'ishte edhe si reflektim, edhe si... Përgjegjësi individuale nuk ka në këtë rast, sepse nuk mund të unifikohen elitat, se cili mban përgjegjësi personale. Gjithmonë flasim në rolin e intelektualit të madh, sikurse ju jeni një prej tyre.
Ju, Recep Qosja të tjerë? Jo, zëri individual është natyrisht, po në raste të tilla kthesa të rëndësishme kudo kanë qenë. Në kohën më të vështira edhe në Gjermaninë e coptuar, e ndarë, në Poloni, kujtohet është një numër 77 personalitete që me firmat e tyre publikisht bën indikim në politikat shtetërore. Ajo ne shqiptarët po thoni nuk e kemi atë fuqi. Se kemi patur dhe jemi ende të brisht në këtë fushë. Të falenderoj shumë. Faleminderit për ftesë. Do doja të kemi edhe një herë tjetër këtu në Fokus, që të ezaurojmë pyetjet që sot nuk patëm mundësi për shkak të kohës. Miq të nderuar, ishim me profesorin Ali Aliu, një zë i shquar në disa fusha, një emër shumë i njohur, ne e njohim si kritik letrar, por në fakt ka qenë një zë shumë aktiv edhe në çështjen shqiptare, por edhe në disa politika jo të vogla. Shumë faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.